Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 16 prill 2025. Dashi. Tensionet mund të zgjidhen vetëm nëse jeni duke kërkuar për një pushim, kur ngecni në pozicione është e vështirë të arsyetoni me ju. Keni nevojë për stimuj të rinj, një aventurë e pazakontë për të rimbushur. Demi. Dita më duket më e këndshme, sidomos për ata që kanë mundësi të lëshohen pak. Megjithatë, pavarësisht gjithë këtyre vështirësive, e juaja mbetet një nga shenjat më premtuese, energjia nuk mungon. Binjaket. Pasditja parashikon një gjendje të mirë, me shigjetarin ose luanin mund të bëni një marrëveshje të veçantë. Punë e re. Gaforia. Ndonjëherë kur kaloni një periudhë paksa të vështirë, e kuptoni më mirë se çfarë dëshironi dhe çfarë është e tepërt. Preferencat tuaja kanë ndryshuar, tani jeni më të mençur. Luani. Është një moment fuqie. Një jetë dashurie e bazuar në bashkëpunim dhe aventurë ju pret. Virgjëresha. Kjo ditë është interesante për shkak të rimëkëmbjes. Dyshimet në dashuri mund të kapërcehen. Peshorja. Ata që janë disa vjet më të vjetër nuk mund të përballojnë të hedhin pare nga dritarja. Përkundrazi, ajo gjithashtu mund të shes diçka për të balancuar llogarit ose për të hequr qafe një veprimtari jo produktive. Akrepi. Duhet të bëhet një dallim midis çështjeve profesionale, emocionale dhe të punës. Do të ketë një aluzion hidhërimi. Shigjetari. Të gjitha ata që kanë një projekt apo një iniciativë, por edhe një vullnet të madh, në këtë ditë nuk kanë pse të mbajnë prapa dëshirën e tyre për sukses, sharm 1000. Takime të këndshme në dashuri. Britsjapi. Transferet për arsye pune, për diku udhëtime të planifikuara. Vlerësoni me kujdes një dashuri që ka lindur në këto ditë. Ujori. Kini kujdes që të mos humbni portofolet, çelsat, ju dukeni më të shpërqendruar. Nëse jetoni një marrëdhënie të ngurtë, ka ardhur koha për të bërë plane për fëmijët ose për shtëpinë. Peshqit. Vendimet vlen shumë, sidomos në këto ditë, një periudhë e rëndësishme. Në dashuri mbrëmja është e mbrojtur dhe zemra juaj sot është padyshim më e hapur për takime. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.